Trekëndëshi didaktik mësues e nxënës prind duhet të jetë i lidhur fort në rast se dëshirojmë të ndihmojmë në parandalimin e dhunës në shkolla. Kështu vlerësojnë nga ambasada e parë e fëmijëve me gjëshi, duke shtuar se shërbimet profesionale në shkolla nuk duhet të shikuar si ekspeditë ndëshkuese, por njerëz që punojnë me fëmijët për parandalimin e çdo forme të dhunës. Govorime celo vreme дека насилството е во... Vazhdimisht të flasim se dhuna është në rritje, do të jetë në rritje dhe në rast se nuk përfshihen edhe prindërit në këtë trekëndësh dhe nëse shërbimet profesionale nuk dalin nga zyrat e tyre që të jenë afër fëmijëve. Shërbimet profesionale nuk duhet të jenë si një ekspeditë ndëshkuese, por njerëz profesional që do të punojnë me fëmijët në parandalim. Ti ndërgjegjësojmë dhe ti zgjojmë njohjet e tyre të brendshme. Çfarë bëra, çfarë mund të bëjmë ndryshe që të mos ndodh ose përsëritet të dhuna. Nga ana tjetër, nxënësit e thanë se fokusi nuk duhet të jetë vetëm te vlerësimi i tyre. Ata kërkojnë që gjatorëve të mbajnë edhe mësime që kanë të bëjnë me edukimin. Ndërkohë prindërit e vlerësojnë se dhuna në shkollë shpesh herë ka burimin nga familja. Shkolla është vendi ku ne bëhemi dhe ndërtohemi si person. Mësimdhënësit duhet të kenë funksionin e edukatorëve dhe jo vetëm mësimdhënës që na ligjerojnë lëndë të ndryshme që kemi në shkollë. Duhet aspekti edukues i shkollës të vendoset në një hierarki të madhe dhe të ketë orë të caktuara ku përveç mësimit do të vëzhgohet edhe sjellja e nxënësve dhe ndryshimet në sjelljen e tij. Dhuna mes moshatarëve është prezente që nga mosha e hershme. Do të kisha apeluar prindërit tjerë, keni kujdes në sjelljen që bëni dhe çfarë modeli jeni për fëmijët tuaj, sepse ndonjëherë fëmijët dhunën e mësojnë nga familja, marrëdhëniet që ndodhin në familje. Vlerësimet u dhanë në përurimin e udhëzuesit për rolin e prindërve në parandalimin dhe ballafaqimin me dhunë në shkolla.